Si e? Sa bë një pyetje? Mund ta qash dot sot një hall tek një mik, tek një afër. Një hall të ndihmshëm. E qan dot tek njeriu jot. Një problem, një shqetësim. Ajo varet nga njerëzit. Sa të kuptojnë apo sa të ndihmojnë? Po, varet sa të ndihmojnë, po edhe nga dëshira që kanë ata për tjerët. Ja, bashkë apo thotë si do ti. Po, faleminderit. Shëndet e gjithë mirë. Faleminderit. Se la bashortja deri në fund, i tha hajde. Si e? A mund t'i qash sot një hall një miku sot një njeriu të afër? Po kush ta qanë hallin sot? S'të ndihmon njeriu. Pra, Kush ta qanë hallin sot apo? s'ta qanë njeriu. Faleminderit. Si e? Një pyetje. A mund t'ja qash hallin një miku një të afërm një sot në këtë kohë që po jeton? Të ndihmojnë, s'të ndihmojnë? Pa tjetër që ja qanë hallin një miku, një shoku ose shoqe, se nuk duhet ta mbash për brenda, sa atëre kalon në stres, pa tjetër që duhet po varet se sa i aftë është ai miku ose shoku që të ndihmoj, që të ngushëlloj, që të jap një mendim për atë që ke, të ta lehtësoj. Ti mund t'ja thua shallin, po ai fillon mund ta marri. Po, Fillojnë llafet. Fillojnë llafet, e hap e ashtu, por duhet të dish të zgjedhësh mikun e dur, shokun e dur, për të thënë atë që ke ti për brenda. Patjetër që s'duhet ta mbash për brenda. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Pra, sepse ti mund t'ja thua shallin nëse problemi një miku tënd, po varet se sa të ndihmon, nëse do pasaj që fillojnë thashë themet ti ja thua, por ai e merr e transmeton edhe e largojnë se në kohët që jetojmë njerëzit sot pothuajse kanë humbur besimin te miqësia, te shoqëria, siç po flit ka dhe njerëz shumë të mirë dhe shok dhe shoqe shumë të mira dhe besnika, s'po themi për gjithë njerëzit, por i dashur operator sot jo kohë fantastike, por me çfarë kam dëgjuar do ketë shira, sërish, do filloj shiu. Çadrat me vete. Një minutë nga jeta jote. Sot në këtë kohë mund t'i qash hallin një miku, një shoku, të zgjidh, nuk të zgjidh. Sot ka arritur puna, Ka unë besim. kam besimi, që më bajnë. Kam jam shofer 45 vjet, më ka rënë pensioni 200 lekë. Sot mor dhe bonusi sot. Je i kënaqur me këtë bonus? Jo, se ka marrë akoma. Nuk je marrë akoma. Pra 45 vite ke punuar. Edhe nuk 45 vjet vlorë të prej Gjirokasë Sarand. Edhe nuk 11 vjet me Rusin, Athinën. Që ke shërbyer komunitetit. Po, Edhe ndjesh i pavlerësuar. pa vlerësuar fare. Të vjen keq për këtë situatë që duhet të ishe vlerësuar më shumë. Me atë kohë regjimit ishin të gjithë barabartë, po Sot bëhet diferencohen njerëzit. po. Ti që e meriton që ke punuar e kontribuar, ka njerëz Ja me gjiro, edhe marrin më shumë. Kjo është padrejtësia në këtë botë. ha s'ka qenë vllaj. Ti je mirë, edhe shumë. Faleminderit. Beso ka të drejtë zotria, 45 vite punë, imagjino shofer. Ku s'ka vajtur, kë s'ka marrë në autobus, e ku nuk i ka çuar edhe sot nuk vlerësohet me atë pension që thjesht e mundësia e tij vetëm të dalit të bëjë një xhiro, se s'ka imagjino. Njerëzit s'kanë tulen të pinë një kafe dhe një ujë dhe mendojnë shumë. Ku t'ja qash halli mërbir më parë. Si jeni? Një pyetje. Mund t'ja qash halli një miku sot? Po, patjetër. Po, me mikrofon që ika, miru pafshim. Si e, të bezdis me një pyetje? Sot në këtë kohë, mund t'ja qash halli një miku, një shoku, një të afërm të ndihmon? Jo. Se jo? Nuk të para si u ka qenë misia më e mirë, me çka kemi dëgjuar nga prindit tanë se. Po politike e keqe e ka bërë popullin kështu. Politika. Politika, vetëm në politika. Si do të ndikoj politika dhe të misia të shoqëria? E ka Ke drejtë se këtu ndahen PS, PD edhe janë ndarë njerëzit. Bashkë janë ato dyja. Të dyja bashkë janë. Edhe është orientuar populli. Administrimi keq
Nga politika është orientuar. Populli shqiptar ka qenë populli në kohën e Ilirëve Pellaze ka komanduar botën, perandorit gjitha nga shqiptarët. Po fatkeqësisht 500 vjetë shtypur edhe vi. Ka nevojë Shtypur gjithkohën. ka nevojë vendi për një administrator të mirë. Po patjetër ka. Duhen njerëz me vizion edhe të ndershëm. Këtu korrupsioni ka vajtur. Është korruptor i gjithë edhe korrupsioni nuk e lë të zhvillohet vendin. Faleminderit. Vetëm miropash. Pra, dhe zotëria ka të drejtë që ka nevojë ky vend për një njeri që ta drejtojë tamam, sepse këtu në Shqipëri ka që të gjithë të jenë në gjendje të mirë, të mos vuajnë. Por çfarë t'i bëjmë? Kur e drejtojnë shtrëmbur, do marrë i shtrëmbur kjo gjë. Por rëmë që një ditë të shlirohet Shqipëria dhe shqiptarët nga këto problemet edhe hallet që kanë. Imagjino, ne vazhdojmë akoma mbetemi pensioni, ujë dhe drita. Por t'i shqetësojmë pak këto zonjat, të shikojmë se çfarë muhabeti po bëjmë. Si jeni? Mund t'ju shqetësoj me një pyetje? Mund t'i qash hallin një miku sot, një të afërmi? Qa të bëje? Hallin, mund t'ja qash sot një njeriu të Po afërmi? tash, qa do qajmë hallin e miku të të bërë. Nëse i prishu muhabetin zonjave tani kështu. Nuk bëhet kjo gjë kështu, nuk bëhet. Ore, po të rinë pse nuk flasin, s'po kalojnë dhe. Si e? Si mblonjat i vjetër, si muzikant, do të pyesin pak, mund t'ja qash hallin një të afërmi sot, një problem të mi? Sot s'ka të apërm, s'ka vlla, jo të apërm. Po pse u që ekuilibruar njerëzit, Apo fut interesin e u fu interesem se shko, kapitalizmi ka dhe bota kapitalizm, po ka kapitalizm social. Ky është kapitalizm i çmundur shqiptar. Po kjo historia me Ramën që kam dëgjuar që ke njohje me Ramën. Njoje njinte. unë Anetën, të jemi në Anetë, e kam martuar, kam qenë me orkestër. Ka folur një në skel, nuk e di si ishte Po. kompeti, si ishte. Jo, ishtim në kinoteatr. E tha, jo, këtu ishin para sportit. E tha, për 4 veta kam nërsa gjumë, tu tha. Për Forin, i ki Forë Thombajnë, që ka qenë futbollist, Filip Panajotin, Koço Shupër dhe mua, po mua më tha kështu se, plaku ne i thoshim, ata. Ku është ai pelati atajta, ai që më vitë kumbë mua. E mban dhe mëndën e? Unë kam rritur atë mund t'ja këtu në skenë. E ke rritur? Ja. E mba në prër. Po tani... Po tani shritur e se mban do që? Se mba, jo ja i gomba. Faleminderit. E dëgjove? Po. Ndërkohë, po, pjesë. Si jeni? Mos ishin të huaj këta, apo shqiptar? Shekut kat, moj goce, si isha e kënga, moj boje smere, raketa. Si e? Bezdis me një pyetje? Sot në këtë kohë që jetojmë, mund t'ja qash hallin të një miku, një të afërmi. Edhe ta zgjidh problemin apo e merr atë thashë them, atë që mund t'i koshte të hallin dhe bën thashë them. Ma zgjidhi miku mua apo unë mikut? Jo, ti në fakt t'ja qash hallin, Po, edhe t'ja zgjidh, të zgjidhi. Të zgjidh apo nuk të zgjidh? Vare qa miku është? Se s'para zgjidh kollaj miq sot. Është më ajo, më themi dashuria midis njerëzve apo ka humbur sot. Ka humër fare. Dhe në për familje, në për fise. Në përgjithësi janë ftohur njerëzit. Shkak është për shembull dhe largimi e tjera, ka shumë probleme brenda. Themi për njerëz që kemi afër. Mos Ta që që- interesi thonë, ja u bë ky. Këta që- Ja bleu ky, ja pse mori ky këtë gjë. Po dhe ajo është. Janë këto, pse duhet jetë ajo gjë? Se Po ti- ka vetë robi. Ti ble një shtëpi edhe thonë pse bleu shtëpi. Shiko. Sa i thonë më është bësh hesab se ç'a bën tjetri. Ai ka blen, unë s'kam zblej. Tash pse ka ai, unë s'kam se të bëm. Është ajo shpreha, kur je keq thon sa gjuna. Kur është mirë thot pse ti të kaq mirë. Hall me qi, hall me bujë Po themi. hajde ta gjesh tani. Po të rregullohet. Ti je mirë tani. Si mendon ti, Beso, pse është kjo
Kur je keq, thonë sa gjuna. Kur bësh mirë, thonë o bë kë, ku i gjeti parate, se ashtu. Por, pra, tema kjo do jetë nesër në programin Agon Blu, që nëse ti ja qan hallin një miku apo një të afërmi, sa të zgjidh problemin, apo e merr atë hallin që ti ja thua dhe e transmeton saktu sa atje, dhe në fund nuk të zgjidh asgjë. Hajde ikim për shtëpi tani, se mbyllëm.